U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë special. Është botuar libri më i ri profesoreshës Xhemile Saliu, Trashëgimia dhe pjesa e domosdoshme e trashëgimisë. Ky botim trajton në mënyrë të detajuar institutin juridik të pjesës së domosdoshme të trashëgimisë, duke ofruar një analizë krahasimore ndërmjet sistemit europian kontinental, atij anglo-amerikan dhe kontekstit juridik të Maqedonisë së Veriut. Dhe sot me mua në studio kemi pikërisht profesoreshën universitare Xhemile Saliu. Përshëndetje profesoresh, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje Rihan, faleminderit për ftesën. Atëherë, çfarë të ka shtyrë të zgjedhësh temën pjesa e domosdoshme e trashëgimisë si objekt të hulumtimit dhe pse e konsideroni të rëndësishme për sistemin juridik të vendit tonë? Pjesa e domosdoshme e trashëgimisë është një institut minor i të drejtës trashëgimore. Ajo që më ka shtyrë të hulumtoj në këtë aspekt është nga që kemi mungesë të hulumtimit në këtë drejtim. Andaj edhe zgjedha pikërisht këtë institut ta hulumtoj dhe më pas edhe ta sjell si një risi në libër. Pastaj edhe aspekti asaj se kemi shumë raste gjyqësore të cilët kanë mbetur vetëm si raste pa u hulumtuar dhe pa u krahasuar me legjislacionet e tjera që ekzistojnë në botë. Atëherë në librin tënd e ke trajtuar këtë institut juridik në 3 sisteme të ndryshme, siç e ka në fillim në sistemin evropian kontinental, atij anglo-amerikan dhe të vendit të Maqedonisë së Veriut. Cilat janë ndryshimet më të dukshme? Sistemi anglo-amerikan, apo si që themi në gjuhën angleze common law, është një sistem kryesisht i ndryshëm nga i euro-kontinental apo civil law. Këtu më shumë jepet prioritet lirisë testamentare, do të thot autonomisë të individit. Do të thot në këtë sistem individi mund të ketë vendim mbi pasurinë e tij në mënyrë absolute se kuj më pas do t'ja le pasurinë e tij. Gjërsa në sistemin eurokontinental kemi një lloj ndryshe të legjislacionit, këtu do të thot kemi lirinë relative, që do të thot liria relative e testamentit, që i jep testamentorit një farë lloj limitimi apo kufizimi nga ana e ligjit, që ai do të thot të mos mund ta zotërojë të gjithën pasurinë në mënyrë absolute. Gjithsesi ligji ja ndërpren këtë lloj dëshire, nga që kemi të bëjmë me sigurinë familjare, gjithsesi një pjesë e domosdoshme i lejohet sipas ligjit familjarëve të ngushtë, bashkëshortes, bashkëshortit, fëmijëve, prindërve. Mund të na thoni se cilët prej këtyre sistemeve e konsideroni më të drejtë ose më të balancuar në mbrojtjen e trashëgimtarëve të domosdoshme? Nuk do e kisha, gjatë hulumtimit, nuk do e kisha prioritizuar njërin apo tjetrin, kryesisht varet nga situata, nga mentaliteti vendor, nga ajo se si janë raportet familjare të tjera. Për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Anglo-American legal system kemi, do të thot, një farë lloj tjetër mentaliteti, kur në moshën 18 vjeçare veç më fëmijët fitojnë atë pavarësinë e tyre absolute, dhe në këtë rast do me thonë vlen ky lloj rregullimi maksimal dhe i bukur për atë lloj vendi, ndërsa në shtetet eurokontinentale ku kemi ende në pa janë traditat familjare, është do kisha thënë një farë lloj perfeksioni në këtë aspekt, kështu që varet nga prioriteti. Nëse do e kishim prioritizuar aspektin social apo traditën familjare, do kisha thënë sistemi eurokontinental është më i miri, ndërsa nëse e kishim do të thotë prioritizuar lirinë individuale, lirinë absolute apo lirinë testamentare të njeriut që ta zotërojë në mënyrë absolute pasurinë e tij, do kisha thënë sistemi anglo-amerikan. Në këtë aspekt do kisha përmendur shtetin e Louisianës, që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është një kombinim mes të dy sistemeve.
pikërisht edhe në librin tim e kam cekur këtë aspekt, thotë është kombinim mes sistemit juridik eurokontinental i bazuar në legjislacionin francez, por ka edhe elemente të sistemit anglo-amerikan, nga që gjendet pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do thotë për këtë e kisha gjetur edhe e kisha konsoliduar, sidomos në shtetin tonë, balansimin mes të dy sistemeve që gjendet pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtetin e Louisianës. Atëherë mund të na thoni se si qëndron legjislacioni i Maqedonisë Veriut në krahasim të themi me vendet tjera evropiane? A ka nevojë për përmirësime apo reforma ligjore? Po, duke pas parasysh praktikën gjyqësore që e kam hulumtuar dhe statistikat e të cilave gjenden edhe në librin tim, do të thotë kemi bashkëdyzim mes sistemit ton të Maqedonisë së Veriut dhe sistemit eurokontinental, pikërisht baza është në sistemin civil gjerman. Mirë po çfarë duhet të ndryshohet është aspekti asaj që mos ketë manipulime sidomos me dhuratat gjatë jetës, nga që dhuratat që japim gjatë jetës e limitojnë, domethënë pa mundësojnë që të kemi trashëgimi pas vdekjes. Kjo do të thotë pastaj krijon konflikte familjare, fatkeqësisht do të themi, pas vdekjes së personit që ka zotruar pasuri dhe e ka lënë pas pa definuar gjërat. Kjo është një farë lloj mangësie në sistemin tonë dhe në praktikën gjyqësore që e kam vërejtur, do të thotë konfliktet familjare, që pastaj mund të jenë afatgjata ose të përgjithmonshme. Dhe e dyta është aspekti i asaj që nuk ekziston një testament teknik, apo të themi një testament modern nëpërmjet teknologjisë sonë, do të thotë një i-testament, apo një testament që mundet të plotësohet në mënyrë elektronike. Kjo do thotë do i kisha sugjeruar si një ndryshim në sistemin juridik të Maqedonisë. Mund të na thoni se gjatë hulumtimit tënd për të bërë një libër të tillë me çfarë sfidash u përballët, qoftë në gjetjen e burimeve, çastjen e të dhëna apo interpretimin e ligjeve të huaja? Po, të dhënat ishin vështirë, të them të drejtën, sidomos të dhënat nga shtetet europiane, që ka qenë çudi për mua nga që sistemi juridik i Maqedonisë së Veriut është i ngjajshëm atë eurokontinental, mirë po nga që shumica e kodeve civile ishin në gjuhët franceze, gjermane, në cilat nuk ishin edhe të përkthyera në gjuhën angleze, fatkeqësisht, dhe më duheshte të përkthej një nga një. Çdo kod civil ka mbi 400 faqe, ndoshta edhe më tepër, kështu që duheshte një nga një t'i përkthej. Ka pas raste kur edhe kam qenë përkthyes gjyqësor që t'i përkthej materialet e tilla për t'i hulumtuar. Dhe aspekti i praktikës gjyqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam pas, domethënë, ngecje në këtë aspekt për një vit, andaj edhe më zgjati hulumtimi i gjatë. Mirë po fatmirësisht nëpërmjet shoqërisë gjeta një shoqe amerikane, bashk-amerikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila studionte atje, kishte do të thotë qasje në sistemin juridik gjyqësor dhe nëpërmjet domethënë ID-së së saj unë munda të nxjerr ato informatat e nevojshme. Hulumtimet e tua, gjithçka që është dashur. Pse mendon se qytetarët duhen të jenë të informuar për konceptin e pjesës së domosdoshme të themi të trashëgimisë? Si ndikon kjo në marrëdhëniet familjare, por edhe në drejtësinë shoqërore? Unë mendoj se duhet të jenë të informuar nga që realisht do të ndodhë në jetën e secilit individ të kemi ndonjë procedurë gjyqësore, trashëgimore para gjykatave civile dhe për të parandaluar do të kisha thënë konfliktet familjare më tej, nga që edhe pse jemi një shtet që do të thotë kemi ambicie për të qenë në shtetet e Bashkimit Evropian, sërish do të thotë traditat familjare të ne janë bazë dhe janë të rëndësishme për të parandaluar këto konflikte që besoj shumicën e rasteve ndodh në aspektin e trashëgimisë, sidomos në familjet ku nuk janë të informuar mbi këtë pjesë të domosdoshme, e cila është pjesë e garantuar ligjore për pjesëtarët më të afërt të familjes, bashkëshortin, prindrit dhe fëmijët. Andaj kisha me thënë, do të thotë,
për atë është edhe rëndësishme në Maqedoninë e Veriut kjo çështje, ndërsa për drejtësinë shoqërore ka të bëjë më shumë me atë aspektin e balansimit dhe ndryshimit të disa normave ligjore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për ta përshtatur me çështjet pozitive në sistemin anglo-amerikan dhe atë eurokontinental. A ka raste konkrete, ose të themi praktika gjyqësore që të kanë bërë përshtypje gjatë analizës së sistemit të Maqedonisë? Po, ka, do kisha thënë, tash nuk e di, dikush e merr si fatmirësisht, dikush si fatkeqësisht, në pjesën e shqiptarëve nuk kemi do të thotë shumë ankesa gjyqësore për pjesën e domosdoshme të trashëgimisë, mirë po nëse e shohim praktikën reale në përditshmërinë tonë, kemi do të thotë prishje të konflikteve fatkeqësisht, do thotë nuk shkohet në mënyrë ligjore gjyqësore për të rregulluar këtë çështje, mirë po kemi prishjen e raporteve pastaj për shkak të trashëgimisë dhe si pikë tjetër kam parë, domethënë shumë raste kur kemi ankesa gjyqësore mes prindit dhe fëmijës që e bën shumë të ndjeshme këtë aspekt, pikërisht për shkak të mos rregullimit dhe mos balansimit të drejtë gjatë jetës të kësaj çështjeje. Profesoresh, mund të na thoni se çfarë risie ose kontributi shkencor sjell ky libri yt pikërisht në këtë fushë të themi në pjesën e trashëgimisë? Do kisha thënë, nga që është një institut që nuk është mjaft i hulumtuar, sidomos në aspekt krahasimor mes dy sistemeve më të mëdha që ekzistojnë, sistemin anglo-amerikan dhe eurokontinental, nëse lexohet ky libër mund do të thotë të shihen dallimet esenciale në mes këtyre dy sistemeve dhe do të thotë të balansohet ky dhe të inkorporohet, harmonizohet në sistemin ton juridik të Republikës së Maqedonisë. Do thotë të merren pozitivet nga të dy anët dhe të menjanohen negativet nga të dy anët. Nga që nuk mundemi në mënyrë radikale të ndryshojmë sistemin ton, kuptohet, mirë po të merren aspektet pozitive nga sistemi anglo-amerikan, sidomos nga shteti i Lojsianës që edhe përmenda më parë. Si e sheh të ardhmen e së drejtës trashëgimore në vendin ton, të themi, a mund të afrohet me ato evropiane apo anglo-amerikane? Jo, nuk besoj se do të afrohet me anglo-amerikanën, nga që kemi ambicie për qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Do kisha thënë më shumë me sistemin francez dhe gjerman, kemi ambicie për të harmonizuar dhe inkorporuar disa çështje që veç më nuk i kemi ende të harmonizuara, mirë po mund të marrim diçka nga liria testamentale, do të thotë të kemi një farë lloj fleksibiliteti në zotrimin e pasurisë sonë, do të mos jetë në një farë mënyrë aq shumë e limituar nga ligji, nga që edhe sot do të thotë kemi një farë lloj ndryshe të jetës se siç kemi pas përpara, kjo do të thotë është një farë lloj balansimi mes dy sistemeve, anglo-amerikan dhe eurokontinental, që e kisha preferuar për sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë. Mund të na thoni se si lindi ideja për ta kthyer këtë hulumtim në një libër? Fatmirësisht kisha mentoren që tashmë është e ndjerë, profesoreshën Emine Zendeli, e cila më ka sugjeruar një farë lloj hulumtimi të tillë. Ajo ka qenë eksperte në drejtën familjare civile në përgjithësi dhe trashëgimore. Ishte ideja, sinqerisht thënë, e saj që të jem pjesë e këtij hulumtimi, do thotë të marr kurajon dhe të hulumtoj një institut që nuk është hulumtuar aq në Republikën e Maqedonisë, dhe gjatë hulumtimit që ka zgjatur 6-7 vite, ajo ka qenë mentoria ime 3-4 vitet e para, nga që në mes hulumtimit ajo dhe ndroi jetë fatkeqësisht, mirë po mund të them se ajo ka qenë shtytja më e madhe dhe si nën e dytë në aspektin e këtij hulumtimi. A jeni menduar ndonjëherë që ta ndërprisni? Mos të vazhdoni më atë ideën për ta shkruar në libër këto hulumtimet ju që i keni bërë? Jo, nuk besoj, nga që thash e kam edhe si një farë lloj detyrimi ndaj atyre që ma kanë mundësuar këtë aspekt, detyrimin familjar, mirë po dhe detyrimin ndaj mentores sime, e cila vërtet më ka inspiruar maksimalisht, që deri në fund të jetës do të
të hulumtoj çështjet e drejtës civile, të cilat edhe do i sillin risi dhe pozitivitet legjislacionit tonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sa kohë ju mori përgatitja e librit apo edhe koha për hulumtime kështu me radhë? Hulumtimi ka qenë 6-7 vite, siç e përmenda, por botimi i librit ka qenë i gjatë, më mori 4-5 vite, nga që është në bashkëpunim me një shtëpi botuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shinex, quhet shtëpia botuese, që gjendet në qytetin e Las Vegas. Më ka marrë kohë nga që duheshte të gjejnë atje lektor profesional shqiptar që do ta lektoronin, edhe pse ka qenë i lektoruar këtu, mirë po atje duheshte përsëri të lektorohet në aspekt profesional juridik. Dhe ishte e vështirë të gjendet një shqiptar që do të lektoronte këtë në mënyrë profesionale juridike. Ajo ka qenë, do thotë, pjesa pak më e vështirë dhe ishte edhe koha pas pandemisë me njëherë, kështu që kishte do thot limitet edhe ato, si të themi, negativitetet e veta, mirë po në fund ja arrita që të botohet. Dhe ky libër nuk është të thot libër që mund të gjendet, është gjendet lehtë faktikisht, në bookstore, Google Bookstore, do thot në Google mund të gjendet, vetëm duhet të shënohet Google Books, dhe në faqen e Shinex mundet të gjendet dhe së shpejti do tjetë edhe në Amazon.com, që është faqe globale për promovimin dhe blerjen e librave online. Gjatë të themi krahasimeve me sistemeve juridike që i keni bërë, ju ka befasuar ndonjë rregull? Më ka befasuar rregulli asaj lirisë absolute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kishte raste kur në praktikën gjyqësore atje gjithë pasuria i liheshte maces, qenit, do të thotë kafshëve, ose ndonjë fondacioni, ose ndonjë fqiu, ose kishte raste të tilla ku liheshte kishës. Këto ishin raste shumë ekstreme që do të thotë në mënyrë absolute i largonin nga trashëgimia edhe pse kishin fëmijë. Ose kishte një rast në shtetin e San Franciscos ku vetë djali nuk e mori pasurinë e babait. Do thotë ishte një manson apo një shtëpi multimilionerash ku ai nuk munde, do thotë refuzoi ta marrë pikërisht për shkak të tatimeve të larta që paguen atje. Nga që ti mund të trashëgosh një gjë të tillë, një manson prej $1.000.000, dollarash në fakt në Amerikë, mirë po tatimet janë në mënyrë të lartë, ekstreme, në vjetore. Nuk kishte mundësi ai nuk kishte mundësi ta paguaj në çdo vjet, ishte për mbi $200-300.000 viti ta paguaj tatimin shtetit, andaj edhe ja la një fondacioni apo kishës, nuk e mbaj me sigurt, mirë po e di se ky fakt më befasoi, nuk e mori as pak. As pak. A mendoni se ndryshimet ekonomike dhe ato sociale, të themi, ndikojnë në mënyrën si njerëzit e shohin trashëgimin? Po, besoj. Tash do e them lirisht, sidomos personat që janë vetë profesional dhe që do të thotë vetë arrin një farloj lirie financiare, nuk do kisha thënë se do kenë probleme trashëgimin me familjarët e bashkëshortit apo me familjarët e vetë, nga që vetë kontribojnë në shoqëri, vetë e kanë pavarësinë financiare dhe nuk kanë, do të kisha thënë drejt, nevojë që të kenë një farloj konflikti me familjarët e tyre për këtë aspekt. Në aspektin ndryshimeve ekonomike, do të thotë ndikon në mënyrë pozitive, kisha thënë. Sa më i pavarur financiarisht të jetë individi, aq më pak do ketë nevojë financiare të tjera ta mbajnë apo të ketë një farë lloj trashëgimie. Kur themi nga familjarët, mirë po nga aspekti bashkëshortor, gjithmonë do të thotë do kemi atë përqindjen gjys-gjys, kur ka të bëj me trashëgimin. Kështu që këtë aspekt sërish mendoj edhe për shkak se kemi një farloj ritmi edhe një farloj modernizimi në aspektin ekonomik, do ketë konflikte në aspektin e trashëgimis. Çfarë roli kanë, të themi, juristët dhe noterët në këtë drejtim për të informuar qytetarët lidhur për trashëgimin?
Noterët luajnë një rol kryesor në të drejtën civile, sidomos atë trashëgimore, nga që ka raste kur informojnë për aspektin asaj se si ti zgjidhin këto konflikte pa qenë prezent në procedura dhe gjyqësore. Do të thot e balansojnë atë konfliktin me proceduralen, do të thot e mundohen që në mënyrë sa më të bukur dhe sa më të lehtë do të ta stabilizojnë atë konflikt që e kanë, konflikt juridik gjithmonë flasim, që do të të zgjejnë një zgjidhje të përbashkët që mos të ketë konflikt veç me kur shkojnë në para gjykatës për të qenë pjesë e procedurës gjyqësore. Balansojnë, do të kisha thënë, dhe ndihmojnë shumë në seansat e pajtimit gjithashtu, ndihmojnë tepër për personat të mos kenë konflikte juridike me zvete. Juridike. Të kthemi tek pjesa ne dim që zakonisht prindërit të mundohen që sa do pak një pjesë të pasurisë apo tua trashëgojnë në fëmijëve të tyre. Po sa ndahet të themi dhe kjo baras, të themi mes njërit fëmijë dhe tjetrit, që vajzë apo djalë tu në vendin tonë. Sa të themi është e avancuar edhe kjo në këtë pjesë? Këtë do të thotë kemi, si e thash, në aspektin e shqiptarëve nuk kemi aktakuza personale ndaj për shembull prindit i cili nuk i ka lënë vajzës trashëgimim. Mirë po kemi prishje të raporteve mes vllazërive e motrave. Zot këtë e kam pa aktuale në shumë vende, qoftë në qytete, qoftë në fshatra. Edhe në fshatra kemi prishje të raporteve nga që nuk është lënë një hise në i themi, apo një pjesë e trashëgimisë edhe vajzës. Ligji e rregullon 50-50, që do të thotë gjysmë vajzës, gjysmë djalit. Pavarësisht sa fëmijë ke, aq trashëgimi u let të gjithëve, do të thotë për gjysmë lihet, secilit në pjesë të barabarta. Mirë po këtë fatkeqësisht nuk e praktikojnë të gjithë, e them fatkeqësisht nga që krijojnë së pari xhelozi, e themi të drejtën, xhelozi më pas vdekjes, dhe e dyta prishje të konflikteve mes familjarëve. Andaj do kisha sugjeruar, si të mos palën tonë, shqiptare që t'jenë më konsistent dhe më drejt në këtë aspekt, do të jenë të barabart me gjithë fëmijët, pa parasysh janë vajza apo djem. Gjithmonë në bas mundësive, kuptohet se ndokush edhe nuk ka çfarë t'ju lerë fëmijëve, kështu që nëse ka mundësi të lehet në mënyrë të barabart. Çfarë duhet bërë në këtë drejtim të themi për të ngritur vedia apo për të ndërgjegjësuar qytetarët apo? Duhet të sensibilizohen në aspektin e arritjes së informatave të sakta mbi atë se si e rregullon ligji dhe mbi marrjen e aktakuzave, do të thotë mimbarjen e proceseve gjyqësore. Nuk ka nevojë ndonjëherë të prishen raportet, thjesht mundesh të bësh një aktakuz para gjykatave civile, nga që pjesa jote e domosdoshme trashëgimisë nuk mund të mohohet. Kjo duhet të dihet varësisht gjinisë tënde. Nuk ka do të thotë nevojë për të shkuar me konflikte, mundesh vetëm të paraqitesh një aktakuz, normal duhesh të konsultosh me një advokat tëndin dhe në maksimum mundet të fitohet rasti, nga që pjesa e domosdoshme trashëgimisë nuk mund të mohohet në sistemet eurokontinentale, por edhe në Maqedoninë e Veriut. Kjo është, do kisha thënë, zgjidhja perfekte. Të mos ardhë deri tek konfliktet. Pastaj mundet të vi pas asaj konflikti, nga që ti e ke fituar, tjetri pse ti e ke fituar, mirë po kur ti veç më ke vendimin gjyqësor është krejt ndryshe, edhe ndryshe është kur veç më ti ke fjalë mes vete. Ndryshe është me vendim gjyqësor, ndryshe është të thotë të kesh konflikt pa një vendim të tillë. Sa duhet të themi edhe prindërit të ndërgjegjësohen, se zakonisht mos themi, por deri në momentet e fundit e lën pasurinë njërën anë, ndërsa pastaj mund të themi lirshëm se pas vdekjes, pas këto gjëra, këto konfliktet që ndodhin më shumë. A duhet të themi që më kohë të ndahet pjesa e trashëgimisë fëmijëve dhe që në të ardhmen mos të kenë konflikte, që mos të idhërohen? Tash, një mangësi që e kam parë, do kisha përmendur prapë tek ne, tek nacionaliteti jonë, është se u let pas, do të thotë, u shkruhet
në letra pasuria e gjatë jetës. Këtë nuk e kisha preferuar, nuk mundet, ajo është pas vdekjes. Mirë po, çka është ajo e perfeksionja, thot e kam parë në pjesën e nacionalitetit Maqedonas që e preferojnë testamentin. Testamenti më perfekt është ai i notarizuar, jo i dhënë me gojë, jo ai i shkruar në shtëpi, sepse mund të prishet dhe ndryshohet dhe të bëhet një i ri, por ai i bërë para notarit apo para gjykatës. Dhe në atë mënyrë do thot ti e shprej dëshirën tënde që në momentin që ti ndron jetë, gjysa e pasurisë të takoj njërit dhe gjysa tjetrit. Por do kisha përmendur këtu Rejhan edhe një çështje, ligji jonë tregon që shumica e tonëve nuk e dinë sigurisht, që në testament ti mundesh edhe të largosh njërin prej trashëgimtarëve tënd që mos të trashëgoj asgjë. Këtë e lejon ligji jonë. Në raste ekstreme, nëse ai apo ajo ka treguar dhunë ndaj teje gjatë jetës, nëse kur ti ke pas nevojë për ndihmë shëndetësore, kur ke qenë i sëmur, për të dhënë barëra, për të blerë barëra, nuk është kujdesur, atëherë mund të anashkaloj nga trashëgimia. Qoftë vajzë, qoftë djalë, ka raste që në palën Maqedonase kanë larguar nga trashëgimia vajzën, kanë ofruar djalin, dhe e kundërta kanë larguar djalin, kanë ofruar vajzën, nga që nuk është dhënë kjo ndihma kur ata kanë pasur më tepër nevojë. Këtë e ka ligji sikur të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë liri testamentare, mirë po nuk është absolute. Kështu që një pjesë... A ka të drejta ankohen, mandej në gjykatë? Gjëra tilla ndodhen? Po ndodhen, por procedura është vërtet shumë e gjatë. Shumë e gjatë, 5-6 vite. Ti duhesh të dëshmosh se nuk ka qenë e tillë një çështje. Nga që ka, për shembull, një profesor universitar, kam vendimin e tij gjyqësor ka anashkaluar vajzën e tij nga trashëgimia, nga që në momentet kur kishte më tepër nevojë, ajo e abuzonte. Do të thotë kur ka qenë në moshën e vjetër, 80 vjeçar ashtu diçka, dhe ka larguar nga trashëgimia, ka pasur fakte. Por ai ka qenë profesor universitar i drejtës familjare që veç me i ka ditë këto ligjet, edhe ka larguar nga trashëgimia, do thot këtë ja ka lënë gjithë trashëgimin nipit apo mbesës, nëse nuk gaboj, nga që janë sjell mirë edhe janë kujdesur gjatë ditëve më të vështira të tij. Do thot nuk e kanë abuzuar, nuk e kanë maltretuar, i kanë ndihmuar sa kanë pasur mundësi. Kështu që kjo do kisha thënë, këto janë disa lloj probleme edhe disa lloj gjëra që duhet t'i dim. Veç më është koha që duhet ta dim ligjin ne si popull, do të thotë që mos kemi konflikte dhe dy t'jemi më të qetë, më rehat se kush do ta zotroj pastaj trashëgimin. Çfarë ndodh në raste kur një njeri nuk ka kujt t'ia trashëgon pasurinë e tij? Në raste të tilla ku nuk ka një trashëgimtar. Gjithmonë do kemi. Po flas në sistemin familjar trashëgimor, gjithmonë do kemi. Nga që radhët trashëgimore janë... Se zakonisht ndodh në aspektin nëse nuk ka fëmijë ose bashortë, motër, vëlla. Ka motër, vëlla, pastaj shif, tash kemi aty rallë të trashëgimisë. Ralla e parë e trashëgimisë kush janë në pjedestal janë bashortja dhe fëmijët. Pas tyre janë motra dhe vëllezrit dhe prindërit. Do të thotë nëse ti nuk ke bashkëshort, nuk ke fëmijë tu, nuk ke do të thotë nuk ke prindër, atëherë motra dhe vëllezrit. Nëse nuk ke vëllezër motra, fëmijët e tyre. Nëse nuk ke fëmijë, gjyshrat. Nëse nuk ke gjyshra, xhallarët dhe tezët. Do të thotë shkon deri në atë shkallë. Nëse nuk ke asgjë prej je jetim, do të thotë shembull, kemi raste të tilla, mund të trashëgoj fëmijën. Kujt të ja lesh me testament. Po nëse nuk ja len në këto? Shteti e trashëgon. Shteti e trashëgon në këto raste. Çfarë keni mësuar ju gjatë këtij hulumtimi përderisa keni shkruar edhe librin? Ka mësuar shumë gjëra, për shtetin tonë po flet apo në përgjithësi? Në përgjithësi, edhe për juve personalisht si një juriste, çfarë keni... Unë e di çfarë do bëj për të ardhmen, shembull e marrim, në bazë të asaj që veç më kam informata në këtë aspekt, ajo që më ka
që ka mësuar më shumë është se populli jonë nuk është shumë informuar dhe nuk lexon shumë në këtë aspekt sidomos, që ndikon në prishjen e raporteve familjare. Për krahasim me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atyre të Europës, të cilët janë të lexueshëm në këtë aspekt, shifra janë nuk duhet shumë, vetëm ta mirësh ta konsolidosh këtë ligj, do të thot librin apo ligjin e trashëgimisë, i cili gjendet edhe në mënyrë elektronike, vetëm duhesh ta bësh search apo ta kërkosh dhe ta lexosh. Edhe një person me shkollë 8 vjeçare apo shkollë të mesme do të thot ka mënyrë edhe mundet ta kuptoj ligjin, se ligji është i përpiluar në atë mënyrë që çdo qytetar ta mund ta kuptoj. Këtë ka mësuar se populli jonë nuk është informuar dhe nuk lexon në këtë aspekt për të ditur të drejtat e tyre. Dhe obligimet, normal, se të drejta gjithmonë shkojnë së bashku me obligimet. Profesores, cili është në fund mesazhi juaj që keni dashur të themi të përcjellni nëpërmjet librit tuaj? Mesazhi i fundit është që qytetarët të informohen rreth të drejtave dhe obligimeve që i kanë në aspektin e trashëgimisë dhe sa më shumë të jenë fair apo të jenë të drejtë në këtë aspekt, të jenë baraz, të barazojnë trashëgimtarët e tyre që do t'i lënë bas në shpërndarjen e pasurisë që ata zotrojnë gjatë jetës. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë në ritmi i ditës. Shpresoj që edhe ndonjëherë tjetër do ju kemi të ftuar me tema të botuar libra, me tema të juridike që i përkasin, domethënë që i interesojnë edhe më shumë popullatës, edhe pse ligjet janë për të gjithë, duhet na interesojnë se jetës nuk i dihet se çfarë na pret në të ardhmen. Faleminderit për ftesën, Rehan, me kënaqësi do të jem prezente edhe tjera herë. Ju faleminderit të njerë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur ne gjatë ditës së sotshme, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë. Shihemi ditën e nesërme.